Allahu i lartësuar në një ajet tjetër thotë: "Wa man asdaqu min Allahi haditha." Kush është më besnik dhe më i sakt në fjalët e tij se sa Allahu? Thonë njeriu sa dush me qenë besnik, sa do me qenë i sakt, nuk ka mundësi gjitha fjalët që i thotë, gjitha rregullat që i përmend, gjitha hipotezat që i përmend me qenë i sakt. Ndërsa Allahu në gjitha është i sakt. Edhe për ata po thotë, kush është më i sakt se Allahu? Kush është më besnik se Allahu në fjalët e tij? S'ka thënë. Allahu nuk e ka sjellë përgjigjen këtu për arsye se kuptohet se s'ka mundësi dikush me qenë më i sakt, më i sigurt dhe më besnik se sa Allahu i lartësuar. Pastaj, kur flitet për ndonjë shkencë ose ndonjë dije të caktuar, dhe kur duam ta përmendim më rëndësinë e saj, evolimin e saj, se si është formuar, është ndërtuar dhe e kam arrit kulmin e saj, zakonisht këto të dhëna këtyre të dhënave ja bashkojmë edhe figurat eminente që i kanë shërby kësaj shkence. Edhe pse kjo shkencë është e rëndësishme, ose pse ka arrit deri në këtë shkallë, është evolu kaq shumë, edhe ka arrit kaq shumë, për arsye se në këtë shkencë ka kontribut filan shkencëtari, filan. Mirë, në shkencat e fesë, kontributi kujt është? Prodhim të kujt janë shkencat e fesë? Prodhim të atij që e përmendëm më herët, që nuk i fshehet asgjë dhe din gjithçka. Dhe a priori është që njeriu ka nevojë, edhe e ndin nevojë, madje edhe brendia e tij i flet për gjëra të cilat nuk është i sigurt në to, ose nuk ka kaluar për to më herët, nuk i ka provuar më herët, kërkon që me ditë shkallën e besueshmërisë edhe besnikërisë së tyre. Edhe për ata njerëzit që janë të ndërtuar edhe që kanë karakter, zakonisht kur marrin lajme, kur marrin informata, të cilat kanë nevojë për me i vërtetu, kanë nevojë për me shiku sa janë saktë apo jo, gjithmonë e kërkon burimin sa më të saktë. Gjithmonë mundohet me gjetë informata të cilat i shërbejnë sa më shumë që me e kuptu shkallën e saktësisë. Ndërsa te dijet e fesë nuk ka nevojë këtu më u lodh shumë. Nuk ka nevojë më u lodh shumë, për arsye se përveç që vjen prej Allahut që është i gjithdijshëm, kjo dije vjen prej Allahut i cili të cilit nuk i ngërthehet ose nuk gërshëtohet në interes i tij me krijesat. Po nuk ka ndonjë interes Allahu i lartësuar që ndon me krijesat e tij. Ndonjë frikë, për shembull, mu friksu prej njerëzve, ose me prit ndonjë të mirë prej njerëzve, për të cilën ka nevojë absolutisht. Don Allahu është Allah, është i plot fuqishëm, është krijues, është i gjithdijshëm, edhe para se me kriju njerëzit, edhe para se me kriju gjithësinë, edhe pasi që ka kriju gjithësinë. Allahu është ky që është i plot fuqishëm me gjitha cilësitë e tij, edhe nëse gjithë njerëzimi bëhen sikurse ai më i miri që është. Po i njëjti Allahu i lartësuar është edhe sikurse njerëzimi do të bëhen sikurse ai më i keqi që ekziston në tokë. Do të thonë Allahu i lartësuar nuk ndon interes me njerëz.